Pas një periudhë të gjatë të thatësire, rreshtet e fundit që kanë përfshirë qarkun e Kukësit janë pritur me lehtësim nga Kooperativa Elektroenergjike Shqiptare, pasi pritet të sjellin përmirësim të ndjeshëm të situatës hidrike në kaskadën e Drinit. Liçeni Fierzet që përbën rezervuarin më të madh hidroenergjetik në vend, ndollej prej javësh në nivele minimale, duke kufizuar ndjeshëm prodhimin e energjisë elektrike. Sipas të dhënave paraprake nga Kesh, rreshtet intensive të ditëve të fundit ka nisur të rrisin prujet në lumin Drin dhe degët e tij, çka pritet të reflektohet gradualisht edhe në nivelin e ujit të liçenit të Fierzës. Kjo prurje shtesë konsiderohet thelbësore për të ruajtur stabilitetin e prodhimit hidroenergjetik në muajt e ardhshëm, sidomos në prag të dimrit, ku kërkesa për energji rritet ndjeshëm. Gjatë periudhës së thatë, niveli i liçenit kishte rënë në kuotat më të ulta të viteve të fundit, duke zbuluar pjesërisht edhe rrënohet e Kukësit të vjetër, që zakonisht qëndron nën ujë. Liçeni i Fierzës, me një kapacitet të përgjithshëm prej rreth 2.7 miliardë metrash kub ujë, furnizon hidrocentralin më të madh në kaskadën e Drinit dhe luan rol kyç në ekuilibrin e prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri. Çdo ulje e ndjeshme e nivelit të ujit ndikon në zinxhir në funksionimin e hidrocentraleve të Komanit dhe Vallët të Desë, duke detyruar shpesh sistemin energjetik të mbështetet tek importet. Meteorologët parashikojnë që rreshtet e shiut do të vijojnë edhe gjatë ditëve vijim me intensitet mesatar dhe her pas here të lartë. Këto kushte atmosferike pritet të kontribuojnë në rritjen graduale të prurjeve në bazenin e Drinit, duke përmirësuar ndjeshëm bilancin energjetik të Keshit. Në një afat më të gjatë, ekspertët theksojnë se menaxhimi qëndrueshëm i burimeve ujore mbetet sfidë për sistemin hidroenergjetik shqiptar, i cili mbështetet pothuajse tërësisht në prodhimin nga hidrocentralet. Ndryshimet klimatike me periudha gjithnjë e më të zgjatura, thatësire dhe rreshte të papritura e bëjnë të domosdoshme krijimin e rezervave strategjike dhe diversifikimin e burimeve të energjisë. Për momentin, rreshtet e fundit konsiderohen një zhvillim pozitiv që do të lehtësojë presionin mbi sistemin energjetik kombëtar dhe do të ndihmojë në rikthimin e nivelit të Fierzës në parametrat normal për stinën.